إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me urtësinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa udhëzimi më I mirë dhe më I plotë është udhëzimi I pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat të risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall kudo që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen. Mirë po edhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Besoj që gjithë ju e dini një sure nga Kurani, nga se është e shkurt dhe falim të gjithë dhe këndojmë mas el-Fatihas, sidomos e kam fjalën për suratul Kauthar, inna a'tayna kal-Kauthar. Ta kemi dhënë ty ne o Muhammed Kautharin. Kauthar është një lumë në xhenet. Mirë, po nuk do të flasim për të, do të flasim se për këti dy lumi janë dy kanale të cilat e furnizojnë një pellë të ujit I cili gjinet para se me hinë njerëzit në xhenet apo rrugën e Zotit në xhenem. Kjo e para, e dyta vëllezër të nderuar, gjithë ne dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Realisht askuna nuk I pranohet, nuk I plotësohet imani qofse nuk e dën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çaq shumë e mishruar me njeriu dhe besimtarin sa është e pa imagjinueshme. Ndonjëherë dhe unë çuditëm se kajherë me fenë si tërsi gjithë hidhrohem, po jo aq. Ndoshta dikush edhe me ndëgju që të shoh Zotin, të gjithëve na vjen mërzi, po dhe jaq. Ama me bo me na prejkë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me na shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ma po ato karikaturat atër kur dhe më thonë për çështën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tregon se faktikisht që kjo të muslimanët është diçka e paprekshme, edhe është realisht nuk e di çush është edhe pas shpjegueshme, se realisht njeriu do të me pas në parim, dhe më thonë xhelozima tepër kur shohat Allahu Azza wa Jalla fyet, se dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po besimtarët janë çat shumë të mishruar në dashurinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë çdo gjë kanë mundësi, ama me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mos I ngoc. Se kanë një dashuri thash pa përshkrueshme.
E kjo dashuri shpresojmë që neve me jetu me ta, me vdek me ta, edhe një ditë mu taku me ta. E a dini ku kena mu taku pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ka në hadithet e vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur do të rinjallen njerëzit, a do të rinjallen ummetet, cilat do të jenë dikon 70, ne do të jemi ummeti 70 për aty ummeteve të mëdhaja, do të jemi ummeti i fundit, po më i miri. E do të jenë njerëzit të gjithë duke qëndruar, duke gjunjëzuar, duke pritur, e duke i ardhur diellin mbi kokat e tyre, me një vapë të papërshkrueshme, sa që njerëzit zhyten në djersë varësisht prej punëve të tyre, mëkateve të tyre. Disa deri dhe më thonë të zogu i këmbës, dikush deri dhe më thonë dhe mesi i trupit, dikush dhe më thonë dhe të vjen deri dhe më thonë të gjoksi, dikush dhe të vjen deri të fyti, sa që do të sikur po e fundosin djersë e tina. Dit e gjatë, e ngratë, e nxehtë. Tash vetëm për amendoni një ditë të Ramazanit, kur është pika e verës edhe dita e gjatë dhe t'jetu punua, edhe faktikisht, dhe më thonë, vjen diellin mbi kokat e njerëzve, e njerëzit zhyten në djersë, e njerëzit dhe më thonë nuk është një ditë e një orë, po është dhe më thonë kohë shumë e gjatë, si ka në hadith vërtet për jam 50.000 vite, sa që ka në hadith se pa besimtari, këmë i thonë o zëtë, ana një pik ujë, se thjesht dojnë me vdek për jetjes. E të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se para se me hinë xhenet besimtarët, para se me të ardhi që i Kautheri, është një farë pelgo, e secili pejgamber ku me pas pelgon e vetë, që thjesht do të vinë besimtarët e tyre, edhe do të tërshujnë atë etjen e madhe, ditës së gjykimit, kur ju vjen diellin mbi koka, kur thjesht dojnë edhe një pikë ujë me pas, secili i cili ka qenë besimtar pejgamberin e vet, ku me pas secili pejgamber pelgun e vet, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku me pas pelgun e vet, bile ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi ku me pas më shumë të pasus që do të pinë prej ati ujit të ati pelgut. Mirë po për çfarë pelgu po flasim? Tash është pelg i cili buron prej xhenetit, prej lumit Kauther, i cili vjen përmes 2 kanaleve. Ka në hadith vërtet pejgamberi se një kanal është prej ari e tjetri prej argjendi. Është uji më i bardhë se bora, është më i ëmbël se mjalta, është më i ftoftë se akulli, dhe ai i cili pin prej atij uji nuk më ndje më etjen kur derisa të në xhenet. Ka një transmetim se s'kom ju nxy më ftyra kur, se realisht kush i mundsohet me pi ujë atë ditë, është një farë përgëzimi pavarësisht se ka mundësi me kaluar ndoshta për mëkatet tona mu pastron xhenem, përfundimi jon me lejen e Allahut azza wa jall ku me qenë në xhenetin qoftë tash në vlejohet me pije, domethënë pe atij ujit. E ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam minberin që ka marrë ligjëratat e tij dhe hutbet e tina do të vendoset në ditë, domethënë për këtë pelgo. Edhe do t'i thret ata që janë ummet i tij, sa ai do të shkon i pari aty, edhe do të përgatit gjërat që thjesht me pije besimtarët ujë. E thot komi largu umet e tjera se një njeri që i qënë delet e veta, po devet e veta me pi ujë të një pelg, edhe dojnë me ardhe devet e dikuj tjera dhe thu largani se s'është kjo për juve, kjo është për dikën tjetër, kjo është për besimtarët e mi, për pasues të mi, mirë po a dini që shënjef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët, i njef për mes gjurëm të abdestit, se ato shëndritin, nesër ditë në gjykimit, që to pjesë kjo ftyrë, to gjymtyr, dur e kom, ka me të bon nur dhe drit edhe këmu njohë për këtë umeteve si e pasus i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e pyetja është e në qovë se s'falesh, e qovë se s'mer abdes, qysh këmu njohët
se qka je edhe me kanë je, runa Zotë mos na bëv Zoti prej tyre. Nga se thash ka anë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se thjesht i largoj ata që nuk janë, dhe më thonë prej umetit tim, që me arë vetëm umeti im, dhe thotë pyetën se çish kemi njoftë ja Rasulullah te ata gjithë ata njerëz, kur ndoshta me miliarda, mos thonë me triliona. Çish kemi njoftë ata persona, thotë njoft për mas shenjave të abdesit, nga se ju shëndritin dhe më thonë shenjat e abdesit që kanë marrë këtë dunja. Edhe kjo nuk është vetëm për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë jetuar vetëm kohën e tina, thjesht është për çdo kush pi besimtarve që e kanë pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, këse ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thonë më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Ka thonë ja Rasulullah, a nuk jem na vëllezërit tu? Thotë ju jeni shokët e mi, ndërsa vëllezërit e mi jenë ata që vijnë pas meje, edhe me besojnë pa më pa. E thonë ja Rasulullah, po e qysh i njeh? E i tregon se i njeh përmes shejave të abdesit, se i personi i cili i ka dëkuaj do të zi, edhe i ka do më thonë me sheja të bardhan, do më thonë në balë dhe në gjymtyrët edhe i këmbë dhe durve. Ashtu do të shëndritin dhe të bojnë nur besimtarve, do më thonë këto pjesë, këto gjymtyrë, edhe pse s'kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu që i ka njoftë dhe i ka pas kontakt me ta. Mirë po pse kanë qenë pasus pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me lejen Allahu azza wa jalla do të pinë për këtij pellgut, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili do t'ju servon atyre. Mirë po më të veçantit, ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njerëz e dopt e të varfër nga muhaxhirët, ata që të lanë Mekën dhe shkunë në Medinë, të cilët ishin flok plëhrosur e rroba të papastërta, që realisht nuk patën mundësi me i shiju begatit e kësaj dynjaje, as më u martu që i thëmë ne me gra meritore, as do më thonë mju qelë dera dhe milion me hine për naja, se nuk kanë qenë dhe të nivellit. Thjesht nuk e kanë marrë hakun e tyre në këtë dynja, mirë po obligimin që e kanë pas ndaj tjerëve, ndaj Allahut, ndaj fesë, ndaj dhe më thonë njerëzve, ja kanë dhanë. Këta kanë me qenë partë që të hynë në xhenet, e besoj që ata që thjesht e kanë këtë sifat, me lejen dhe Allahut azza wa jalla kanë me qenë parë që kanë me pi këtij pellgu. Mirë po vëllezër të nderuar, ashtu siç ka prej atyre që do të pinë, fatkeqësisht ka me pas edhe njerëz që privohen, mos na bëv Zoti prej tyre. Të parit e tyre ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të privohen, kanë me qenë ata që janë dezertor, e kanë shu fen, sidomos në atë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që i kanë njohur personalisht se kjo ka ndodhur praktikisht mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kohën e Abu Bekrit ka pas fise, ka pas individ të cilët kanë dezertuar dhe kanë dalë prej fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka edhe sot, po ata duhet me vërtetua, kanë qenë mas pari për me thonë që jeni dezertorë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit kur vinë njerëz dhe afrohen, edhe disa prej tyre privohen dhe s'u lejohet më afro. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e mi, thotë nuk e din të çka kanë bë pas teje. E ka një transmetim se realisht këta mas teje kanë dezertuar dhe kanë dalë prej feje, runë në Zotë mos në baf Zotë prej tyre, as mos më toku me ta. E këta janë kategoria e parë që privohen. Kategoria e dytë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ata që shpikun me fe risi, bidate, atë që nuk është prej fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja veshën dhe ja atribojnë. E pratë ne vazhdimisht për e përsërisim në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hyjme çdo hutbes që vepra më shëmtuar është ajo shpikurën e fe, nga se thjesht mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber, nuk ka Zoti njerëz me çu pejgamber që thjesht e pastrojnë këtë fe. Duhet ne vetëm me i nejt gati që thjesht me pastru këtë fe, mirë po ata që tentojnë me shtin nga të fe, bidate dhe risi, atë qka nuk është për kësaj feje, mjau largue. Atë mjertë për ata të cëtë faktikisht jenë të vepru bidatet, shtim ferisi në fe, nga se nesër në ditën e gjykimit, do t'ju thuhet, pëse po larganin këta persona, këta janë tonët, këmë thonë prap nuk e din qka kanë bo, dhe më thonë këta pejte, pasteje,
e kanë me thonë suhkan, u largofshin, u shkatrofshin, për shkak se kanë merituar një gjatë të tillë. Edhe të fundit vëllezër të nderuar, se më kanë ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të privohen mos me pi në ditë vështira të gjatë, e të ngratë, e të nxehtë, kanë me qenë ata personat që janë zullumçar. Nga se ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë kome pas juve udhëheqës, të cilët realisht ju i besani gënjeshtrat e tyre dhe ju ndihmoni në zullumet e tyre. As mos kofsha prej tyre, as mos kofshin prej meje. Mirë po as kanë me pi nesër ditën e gjykimit prej këtij haudi. Ndërsa ata të cilët faktikisht nuk ju besojnë gënjeshtrat e tyre, nuk ju ndihmojnë zullumin e tyre, unë jam prej tyre dhe ata janë prej meje, edhe ata më kanë me pi prej haudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të nderuar, kjo është tema jonë për sot, me besue se thjesht është një bazen, është një pell para se me hi në xhenet në ditë vështirë, kur nuk ka me pas hije dhe kanë me pas njerëzit me nevojë me pi edhe një gërsham ujë, edhe një glëng ujë. E do të pinë disa, ata janë pasues të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e do të largohen ata të cilët faktikisht ja kthejnë shpinën Kuranit, sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, kam zgjedhur këtë temë që falem sot për të, me tregua se peshtyllave të imanit është me besu në ditën e gjykimit, edhe me besu çdo gjë që ka informuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e gjykimit, e prej këtyre gjërave është edhe ky pell që falem na për të. Mirë po Omer radiallahu ta'ala anhu na ka paralajmëruar se ka me pas njerëz që kanë me përgënjeshtruar dhe s'kanë me besuar këtë pellgun, s'kanë me besuar as shefatin, s'kanë me besuar as se ka me pas njerëz që dalin nesër prej xhehenamit. Faktikisht nga sa thjesht kanë me pas një dyshim se e kam lexuar Kur'anin dhe nuk e kam gjetur këtë në Kur'an. Disa mendje të përndritura të cilët peshkojnë në ujë të trembullt mundohen me thonë se këtë nuk e kam gjetur kërkon në Kur'an. A realisht kjo që e folëm ka ardhur nga 50 sahabi, është transmetuar nga 50 shokë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë arritur shkollën e hadithit mutawatir, që është shkolla më e lartë e haditheve. Pra thjesht kjo është fe, është e bazuar në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thjesht ne nuk dallojmë mes Kuranit dhe sunetit, nga sa ajo që ka ardhur në Kuran e besojmë, ajo që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besojmë dhe nuk i dallojmë mes tyre as në bindje as veprim. Çka ka ardhur prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tani është e mirëpritur. Mirë po ja disa mendje të përndritura, po them thojza, të cilat faktikisht dhe ma thonë dojnë me gjithë arsye me i refuzu gjërat, kështu i refuzojnë ndonjëherë se kjo nuk është sunet, ndonjëherë se kjo nuk është dhe ma thonë që po marrok mendja mua dhe logjika, ndonjëherë se nuk përshodet me epshet e tyre, e kështu me radhë, faktikisht pretekst të arsye me u largu prej fesë Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall mos na boft prej tyre. Për fund të nderuar, e kam një apel prej Këshillit të Bashkisë Islame sa i përket të antarësisë që jemi musliman. Faktikisht ne si institucion nuk kemi buxhet shtetëror, thjesht jeta fetare organizohet dhe mbahet prej donacioneve dhe kontributeve të juaja. E ne si Këshilli i Bashkisë Islame kemi paraforsisht 50 punëtorë plus minus, përmi 30 hoxhallar, e tjerë të domethënë staf, domethënë i punëtorëve dhe administratës, që realisht presin që kontributet e juaja të jenë si sebeb i vazhdimit të jetës fetare në këto troje. Nuk është e hjeshme as për neve, as për juve që me elon këtë ditë
vetëm atë kur keni rast të vdekjes dhe martore, e një farforme që dëmon një obligue që me bë këto pagese, mirë, por nuk është diçka një shumë që është e papërballueshme për jetën në standardin tonë. Ju kisha këshilluar dhe këtë apel e përcjellin nga Basia Islame që të kryeni këto kontribute, a të bëni sebeb që të vazhdon jeta fetare në këtë troje, duke lutur Allahun azza wa jalla që të jap mërqenie dhe mirësi në familjet tona, në shoqëritë tona, që Allah azza wa jalla të na ruan neve dhe shoqërinë tonë prej çdo të keqe. Lutim Allahun azza wa jalla të na përmirëson gjendjen tonë, familjet tona. Lutim Allahun azza wa jalla të na falë mëkatet tona, mëkatet e prindërve tonë, atë fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.